Këtë vit jam munduar të shijoj në maksimum ditët e mia në Shqipëri. Dhe një nga vendet që doja të vizitoja, por asnjëherë nuk më dilte koha, ishte pikërisht Kruja. Hera e parë që kam qenë ka qenë në vitin 2014, nëse më kujtohet mirë, ajo ka qenë edhe hera e fundit. Kam qenë bashkë me motrën dhe vëllain tim. Çdo udhtim të lënë në memorie kujtime të veçanta, qoftë ai dhe thjesht një xhiro e pasdites si kjo e imja. Ne ndaluam të merrnim akullore te ky dyqan i vogël me emrin Akullore Kruja. Dhe shitsin ai ofroi akullore të papagesë. E falenderoj shumë për zemërgjërsinë që tregoi. Do thoni ju, thjesht një akullore është, s'është gjë e madhe, por zemra e mirë me gjëra të vogla tregohet. Në këto 12 vite që kanë kaluar, që nga hera e fundit që isha, nuk është se kishte ndryshuar diçka e madhe. Mendoj që ndryshimi nuk e pëson vendi apo qyteti, por e pëson njeriu që e viziton. Në këtë rast kam ndryshuar unë dhe jeta ime. Ne kaluam pasditën në Krujë dhe arritëm të shikonim një perëndim super të bukur. Mu kënaqën sy duke parë gjithë ato gjëra të bukura dhe të veçanta të kohëve të vjetra. Për ta kujtuar gjithmonë Krujën e bukur, mora një magnet që ngjitet tek frigoriferi. Më tregoni në komente nëse u ka pëlqyer video dhe bëni follow për më shumë.